إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Me të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut, ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Dje, rrjetet sociale e kam dëgju një ngjarje shumë tronditse, një ngjarje apo një të vërtet që më ka prejk shumë, një ngjarje që është për me kajt, se ku ka arrit shoqëria jonë, se ku kena arrit na si popull. U tregojke se në vendin ton, në shtetin ton, disa persona, madje ish më e keqe se shumica e personave ishin përmbi 60 vjet, njëri kishte 72 vjet, e kanë mashtruar një vajzë 14 vjeçare me shku dhe me kry imoralitet me ta, me shku me bo zina me ta. Akoma e rand se kjo, subhanallah. Akoma e rand. I riu me bo zina, o gjuna I madh. S'ka dyshim se o gjuna I madh, është për gjunave më të mëdha. Mirë po, me shku dhe plaki, me bëhat punë, është akoma më mare, është akoma më gjuna. Dëshmukon shumë pis, dëshmukon shumë I keq, dëshmukon shumë I poshtër, në të mosh shtime, me shku, edhe me pagujt, edhe me mashtru, një vajzë 14 vjeçare. Kjo është një tmerr I madh që është duke ndodhur te na. Kjo është një fatkeqësi shumë e madhe që është duke ndodhur te na. Madje këto që e kanë mashtru vajzën 14 vjeçare, tregtar të njohur, biznesmen të njohur, janë burgosë dhe kanë bujt dënim minimal. Se nuk ka drejtësi te na. Nuk ka drejtësi te na, kur ki pare, blin edhe gjyqtarin, kur ki pare, ban gjithçka. Ndërsa fukaraja kur ta ban, dënohet me dënimin më të vogël. Në qytet ku nuk ka drejtësi, aty nuk ka hajër dhe nuk ka mirësi, s'ka prosperitet, s'ka zhvillim dhe nuk ka kurrë fart mire. Synoja është gjuna I madh që ta eroson ftyrën, ta prish ftyrën tonë, ta prish jetën tonë. Mirë po, kur e ban plaku është shumë e rand, se dhe zinaja është shkallë. Zinaja është shkallë, me bëmë një të huj është gjuna shumë I madh. Mirë po nëse e ban me këshikën, është gjuna akoma më I madh. Nëse e ban me një familjar, është akoma më I madh. është shkallë. Mirë po dhe gjenemi është shkallë. Edhe gjenemi është shkallë, s'kanë me hi kejt me një shkallë. Ato ma të këqit, ato kanë me hi, kanë me pas dënim ma të ranë, kanë me pas dënim ma të madh. Allahu na rujt, Allahu e përmirësof gjendjen tonë se ku kemi arrit. Ku pleqt, gjeneratat e shtime, në vend se me shku me adhuru Allahun subhanahu wa taala, ato këshirin qysh me shfryepshat,
Xhamat, në edina se shumica nuk janë kështu. Mirë po, bjen pakica e prish edhe shumicën. Bjen pakica dhe jam ftyrën edhe shumicës. Në popull që kina frikë Allahun subhanahu wa taala, në popull xhamijave, që në çdo cep kina xhamia ku adhurohet Allahu subhanahu wa taala, ku i bjen sejdë Zotit. E qysh mujnë me ndodhë të na këto sende të rana, se këto sende nuk janë të vogla, këto janë shumë të rana. Dijet se njeriu për mu largu prej gjunahut, për mu largu prej këtij gjunahut keq edhe shumë të shëmtum, duhet me largu shikimin prej haramit. Duhet me largu shikimin prej haramit, sidomos trit. Sa Allah thot Kur'an, si për meshkujt, ashtu edhe për femrat, thot le t'i ulin shikimet e tyre. Edhe besimtarët, pra edhe meshkujt edhe femrat, me largu shikimin prej haramit, që mos me arrit deri te zinaja, deri te imoraliteti. Për çta Allahu subhanahu wa taala shumë sene i ka ndalu për mos me arrit te ky gjuna i madh. Shumë sene i ka ndalu për mos me mrit te zinaja dhe te imoraliteti. Për shkaqeve që na çojnë në imoralitet, është përzierja me gjinin e kundërt. Mashkull me femra apo femra me meshkuj. Përzierja na çon në haram. Prandaj, na çdo hap që e mormi, mu largu prej këtyre, shanca për me ratë e ki mëkat i madh është shumë e vogël. Na, në qofse, në xhami nuk vina, se ishte Zotit si vina, menojnë vetëm që shmiknaq epqet e tona, atër shkojna në zina, e shkojna në mëkatet më të mëdha. Se na dina kina raze që zinaqar, ka mri deri te vrasja, ka mri deri sa e kalon edhe fejn, ka dik në kufër, ka dik në mohim, e ka mohu Allahun subhanahu wa taala. Se gjunat që shtu janë, shkall. Janë ispite i vogli, pak më i madh, mrin te zinaja, mrin te vrasja, mrin te kamata, mrin deri te këto gjunahet mëdha që shkatrojnë jetën e njerëzit. S'morët njeriu mi bë këto vepra dhe më koni lumtur, po nuk ka shansa. S'është e mundur që njeriu mi bë këto vepra, edhe me qëndru këto vepra, mos mu pendu për këto vepra, edhe më koni lumtur. Se mëkatet ta nxjin ftyrën, s'punësh. Se Allah e ka thënë Kur'an, se ata të cilët ja kthejnë shpinën udhëzimit Zotit. Ata kanë pas jetë keqe në jetën e kësaj bote. S'ka lumturi për ta. Ata i pret vetëm zjarmi i xhenemit. Pra, kanë pas xhenem këtë botë, kanë pas edhe xhenem botën tjetër. Po dënim këtë botë, edhe në dënim botën tjetër. Se si për neve, do të mjanis prej familjes vet, me përmirësu familjen e vet, oborrin e vet, mahallën e vet. Mi përmirësu, mi këshillu për të mirë, që mi thirë në xhami, me ardh dhe mi fal 5 kohë namaz, sa ai i cili vjen i fal 5 kohë namaz për hir të Allahut, ai largohet prej zinos. Ai nuk i bën dëm kërkujna, si hinera kërkujna, si bën padrejti kërkujna, ndërsa ai i cili nuk ka i xhamiës, që nuk e njeh Zotin, se një halalin edhe haramin, ai shka mos mundet me bën. Se s'ka bariera. S'ka për të halal dhe haram, ban edhe s'ban. Kejt ban për ata. Veç a muj me ban. Qështu është të disa njerës. Veç a mundet me ban. Se të shkel, dëvidh, sakaton. Ta ban zullumin më të madh. Ti përmirësojna vetë tona dhe familje tona. Ju të cilët keni besuar, thot Allahu, thot ruajini vetën, edhe familjen tuaj prej zjarmit e xhenemit. Ju musliman, keni kujdes se si edukoni fëmijët. Marijuana, droga, është për hap me të madhe. S'po folmi për cigarën edhe çështë mëkat. O gjuna. Edhe fëmijët në shkollë fillore ka nisë me pi cigare. Droga është për hap kamos. Alkooli është për hap kamos. Zinaja është për hap kamos. Ndërsa na akoma qëndrojmë dur kryq, edhe nuk na ndin për kur gjë. I mshelmi sytë dhe bami kisha s'po shohmi kur gjë. Ndërsa të këqijat janë duke ndodhur mesin ton. Në familjen tonë, në mahallën tonë, qytetin tonë, shtetin tonë. Ndërsa na, nëse nuk morëm asnjë mos, mundet me na kap këtë dënimi. Këtë mundet me na kap dënimi, me na dënu Allahu subhanahu wa taala. A dije se dënimi i Allahut është shumë i madh. Dënimi i Allahut është shumë i madh.
Ai vetëm thot kun, bëhu dhe ajo bëhet në një herë. E lusë Allahun e madhruar që me përmirësu shoqërinë tonë, me përmirësu popullin tonë, me na bëu musliman të devotshëm, që e kina frikë Allahun subhanahu wa taala, që bëjna vepra të mira dhe që largohemi prej veprave të këqija. E lusë Allahun e madhruar me na bëu prej banorëve të xhenetit Firdaus, me na mbrojt prej zjarmit të xhenemit, me na mbrojt prej çdo fjale, prej çdo vepre, prej çdo cilësie që na çon në zjarmin të xhenemit. E lusë Allahun e madhruar me na udhëzon në rrugën e drejtë, në rrugën e Kuranit dhe në rrugën e Sunetit. E lusë Allahun e madhruar me na bëu prej atyre që i falni 5 kohë namaz, bajna veprat dhe largohemi prej veprave të këqija. E lusë Allahun e madhruar me na mbrojt prej sherrit të njerëzve, gjinëve dhe shejtanëve. E lusë Allahun e madhruar me na dhon sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lusë Allahun e madhruar me na ndriçon natën e varrit, me na lehtësu urrën e siratit, dhe e lusë Allahun me na tubu në xhenet, çashtu çush na ka tubu në këtë vend. Walhamdulillahi rabbil alamin.